Përshëndetje miqëdashë, të ndëgjojmë pak historinë e Mitrovicës Veriore, siç ka dashur me nda ish presidenti i Kosovës. Këta mas mirti e shpjegon Jeta Xharra. Studiot e juja televizive edhe studiot e Kosovës që s'keni pakte. Që kjo puna e shkëmbimit territoreve nuk është me tavolinë. Në fakt, po dëshmohet që në vitin 2018, kur edhe është bo ky raport cilën ne e kemi zbulu, kanë fillu aktivisht me lobu për këtë punë. E mos haro gjatë kohë, nuk është që ne s'kemi pyet edhe në rrethin e njerëzve që janë të afërt me faqen, edhe sepse kemi dashur si gazetar me kuptu me çfarë logjike një president i cili ka qenë udhëheqës i UÇK-s po lufton tash për coptim territorish. Me të vërtetë kemi provu me fol me shumë. Me të vërtetë me që më falni, është e pa kuptueshme. Që si ka mendu, çfarë llogarie ka bo ish presidenti, ish kryeministri, me nda Mitrovicën Veriore, nuk e di. Për çfarë arsye, nuk e di. Kur këtë Kosova ka luftu, këtë bota i ka nimu. Këtë bota, së më dhëmë për Evropa, Amerika, i ka nimu për më mbrojt prej Serbit, edhe ky vjen si not babës, i thot po, Mitrovicë, dhe e kem Perankovici, do të me adhonë. Me të vërtet me që nuk me kuptoj. Shkojmë? Njerëz për ti, edhe ata jo zyrtarisht në atë kohë, jo tash, por në atë kohë në thoshin, nuk është ideja jonë, besoni, është ideja e Amerikës. Është ideja e Amerikës, nuk është ideja jonë. Amerika po e shtyn edhe Gjermania së shpejti do i bashkangjite i kësaj ideje. Edhe kjo është ideja ma e pranueshme prej dy palëve. Ne me të vërtet nuk besonim, edhe fillum me u brengos edhe me pyet analist, edhe me pyet njerëz tjerë, a është e mundur me të vërtet që ka fillu lobimi. Shumë njerëz na thoshin Kosova vetë peshtyn në për darka të organizuara për gazetar të huaj, evente ku off the record apo jo zyrtarisht informohen politikbërësit në për Evropë për këtë punë. Edhe ne vetëm dëgjonim nga si me thonë dora e dytë, e tretë e gazetarëve të ndryshme të huaj me cilët kemi bashkëpunuar, kemi punuar edhe unë edhe ti. Edhe në fund, njëri prej këtyre është interesant që u lajmëru natyrisht kur doli ky dokument, i kontaktuam disa prej këtyre gazetarë që i kishin mbuluar edhe konfliktin në Kosovë, edhe vetë po natyrisht gazetari i Le Mondes diskutoi me mu për këtë ulëmtim, ka ardhur në zyrën time me 19 shtator, ka ardhur ambasadori i Kosovës në Francë, Qëndrim Gashi, e ka caktu takimin përmes Mazhorellit, erdhi në zyrën time, thash hajde Qëndrim, ç'kemi, sepse Qëndrim mas pari ka thonë pse ke nevojë përmes kompanisë lobimit me më thirr mund telefon ti e ki numrin tim, ti s'ke nevojë me caktu përmes një kompanie, sepse më së shumti i vinte keq që venet e varfra, si thot ai, po paguaj njerëz, po paguajnë lobista për me caktu një takim me gazetar që mund ta caktosh drejt për drejt si përfaqësues shtetit. S'ke nevojë me pagu. Po, nejse, ai ka thonë s'kom kohë për çate komand. Përfaqësuesja e Mazhorellit e kompanisë ka nejt edhe zotni Gashi e ka shty idenë e ka dashur me ditë kur po votohet artikulli të cilin gazetari vetë kishte vullu ai kishte qenë në Kosovë para 2 javë, ai kishte bisedu me Andi Bushati, e Shqipërisë gazetar. Është normale për shtetin tonë, për një ngjarje që kaq transishme me prutje publiku, idenë që ka udhëheqësa që paguajnë për me coptu shtetin, me idenë që nështë që kjo i nal ata, ideja që ka dalë Drenicak, e dua shumë, pa keni mendu në herë o Lazin Lak që me bo një pyetje presidentit, ish kryeministrit, kryetar partisë të juaj, me thonë pse këta, për çka, për çfarë arsye? Apo ju edhe juve si Drenicak nuk i dhini Mitrovica? Mitrovica la me gjak, Mitrovica është e jonja. Babgjesh, katragjesh kanë punu në Trepshe.
Kështu ka jo në Allah dhe lak, o imani. S'po du me hinë ato që din tonë kush ka kemi në ato në bërë. A duhet veç gazetarët me quplën për këtë punë? Apo edhe na, si qytetarët Kosovës? E jo si Drenicak. Ju bile mas shumë di, së është nga ona juaj, ka qenë. Kur po thom ka qenë, sepse nuk është në politikë, ku është atje, mu vje shumë keq. Inshallah dhe sa më shpejt, për gabimet që ka më mas lufte, janë të merë. Sot për i vujmë gabimet e tina. Tatina e takës, e PDK-s. Për bes, nuk e di. Nuk e di. Ma mirë është me bo pyetje, me pyet, se me dalë tash, më lëshu, e më fëndu mu, ose me më fëndu dhe vend. Me thonë mashtru, së rrënë dhe vergji. Jo, këto janë të fakte. Jeta gjara antipëshati. Këto janë të fakte që kanë folë. Edhe kanë bo, edhe kanë lëbu për darjen e Mitrovicës. Tash nuk e di ju drejt sa qyshe sheni Mitrovicën. A mos qysh po doket, derisa kush për juve nuk u qomë me folë, me të thonë diqka, dhe më thonë që ju nuk për njofë as për interese ka fare. O vjen keq, për unë e shoh kështu. Nashta kam gabim, por unë e shoh kështu. Shkojmë. Ata ka dosh me mshelë, no? Ata po e mohojnë sot që kanë dosh do njëherë me ndru kufi apo me shkëmby territore. Sot po thojnë kur s'kena dosh, pasha zotin kur, a na i kemi ndigju edhe të folë për këtë punë. Mos harrot që hera e parë që Hashim Thaçi ka thonë ma publikisht që është interesu me mbondrin kufimve, ishte në takimin panelin që e pat vitin 2018 në Austri në Albah me Vučićin. Edhe ishte ai momenti historik kur e pyesin a do të jepje territor për me pas një marrëveshje me Serbi. Ai tha, jam interesu me bisedu për territor në shkëmbim të në marrëveshje me Serbi, edhe me atë rast ishte presidenti Slovenisë e uli kokën edhe qiti dorën qështu, nuk mund të me besu se ishte me njëtin panel, që ka po i ndëgjonin veshën. Po normal oj jeta gjara, normal o vladilak, nuk ka në botë, as në Afrikë, as Kenia, as ku du shko, që një president që me ja ishë një copë Kosovës, për posë Kosovë e Shqipëri. Të sarë ndodhe. Kjo është turpi i botës. Turpi i botës. Me a hisë copë Kosovës. Sikur me talon baba, kjo veç në PDK, LDK, AK, bojnë pjesë. Kjo ka emër. Turpi i botës. PDK, LDK, AK. E Vučići i tha, dal nga dal, mos kallëzo kur gjo. Do më thonë, është në kamerë ky moment historik. Nuk ka që dokumenti jam është diçka e jashtëzakonshme, po është dokument në kohën që po na thuhet, po munohet të na shpërlohet truni që kjo ide është fantazi, kjo ide kur s'ka ekzistuar. Në fakt ka ekzistuar. Pse s'pe fol Albinin vesh Vučići? A di unë të regu jo opoziti lutën. Allah ile pëse s'pe fol. Jo që s'pe fol. Po kë kingo jonë, kë baba jonë, as dorën që e. Se le mu javit mi fol vesh, po as dorën që e. Kjo është patriot. U lajmëru gazetari Le Monde, u lajmëru në ndërkohë edhe David Phillips. David Phillips është akademiku, i cili po ashtu ishte angazhuar si lobist. Ai është udhëheqës i Institutit për Drejtat e Njerëzit në Universitetin e Kolumbisë në New York. Edhe tregoi që në fund të vitit 2018, në të njëjtën kohë, pra, ka qenë fushat e gjithëmbarshme me i bin të gjithë, në të njëjtën kohë, sikur është bërë ky raporti i Majorellit, Hashim Thaçi ka kërku David Phillipsit me i bë 2 raporte. Ka kërku një raport që me shpall gjykatën speciale jo legjitime, një raport që e argumenton, sepse raporti s'mund ta shpall, po një paper raport që do ta bënte këtë, edhe raporti i dytë ka thënë mund ta bësh një raport që e qet shkëmbimin e territoreve në dritë të favorshme për Kosovën. Edhe të dyja David Phillips i ka refuzuar.
sepse ka thonë nuk janë në interes të Kosovës. Përkundër faktit që ka qenë i pagun në atë kohë prej Ministrisë së Punëve të Jashtme nga Bexhet Pacolli. Do me thonë, çka po shohim është që Hashim Thaçi i ka përdorur këto dy ministri për mi kry punët e veta. Të kthehemi pak prapa në administratën e parë të Trumpit kur ishin duke bërë këtë marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presidenti Vučić dhe presidenti Thaçi në atë kohë kishin paraparë të bëj kjo. Unë kisha filluar këtë rrugtim që të i vendosja këto brenda marrëveshjes së Washingtonit dhe ky ishte momenti kur burokracia në Washington, që ne quajmë shteti i thellë, vendosi të vepronte. Aty ka Miq, kjo ishte informacioni për sot. Me të vërtet rëndësishme. Po të vjen nati o burr me hiç pejtor të copën me adhon Serbisë që na ka dhënë, na ka prerë, na ka gri. Runa zot, këto veç për presidenti jonë e bën. Njo edhe ish kryeministra Mashradinaj, 8200 hektarë. Edhe Maqedonisë në tonë. Miq, ju dua fort, opozit, amoni e kohë mbledhin me. Problemi dashur, që në ku pjap një votën amoni e kohët, ose sot kur. Ju dua Kosova ime dashur, respekt.